Balkans Crypto 2025 është konferenca e parë në Shqipëri me fokus teknologjinë inovative dhe kriptomonedhë. Kjo vërtetëri ndërkombëtare bashkoi përfaqësues nga më shumë se 30 shtete, ekspertë të njohur të botës së teknologjisë inovative. Ishte i ftuar dhe referoi edhe Nick Spanos, themelues i Bitcoin Center New York. Organizatori i konferencës ishte Fatjon Dajqi, themelues i Balkans Crypto. Zoti Dajqi thotë se Shqipëria është në hapat fillestar dhe mbetet shumë për të bërë për informimin dhe edukimin e të rinjve dhe subjekteve të biznesit. Ai theksoi se të rinjtë shqiptare përfaqësojnë terren dhe kanë interes në rritje për teknologjinë blockchain. Në një intervistë ekskluzive për SMG, zoti Dajqi u shpreh se Kina dhe vendet aziatike zënë një vend të rëndësishëm në agjendën e kompanisë që drejton. Në Shqipëri jemi munduar me të pru shtete ndaj gjithë botës. Kemi ca projekte që vinë nga Australia, Spanja, Amerika, kemi prej Kine, kemi BitGet edhe një kompani e madhe dhe një kompani shumë e madhe që quhet Ease Protocol. Dhe që jemi munduar me pru njerëz të anë të botës. Për mi, thanë Shqipëri se kjo teknologji do të jetë inovacion i madh për shqiptarët dhe studentët e gjithë moshat. Është një kënaqësi e rritshme që njëri shqiptar të kthehet në një pikë referimi për teknologjinë blockchain. Ka 10 vjet që jam fut këtë treg. Punën unë kam fut si punë hobi, nuk e kam shikuar me ba leka në gjë. Edhe ma shumë me hobi im ka qenë teknologji edhe me këtë hobi jem munduar të ndihmoj aq ma shumë me forcat e mia, jashtë shqiptar edhe tash i shtetin tonë edhe tash jem baba, kam qunin 2 vjeç edhe kjo më mendon për të ardhmen e fëmijëve tanë, jo vetëm për veten. Edhe kam qef të bëhet diçka shumë unik për Shqipërinë edhe t'i hapin rrugët gjithëve, jo vetëm neve. A keni hasur skepticizëm një shqiptar në këtë treg global? Po, shumë për shqiptarët kanë një opinion shumë thojnë si jena punëtore gjitha, po problemi është që skepticizëm e keni ma shumë me një tjetër në Shqipëri. Let hujet aman, ne duhet me eduku si me bashkëpunu me një tjetër. Kjo është problemi më i madh që kemi në Shqipëri. Cila është agenda, cila është jeta e Dajqit? Besoj gjithnjë në lëvizje, gjithnjë në avion. Tash ne si plan e kemi të shkojmë në Singapur, në Kori, do shkojmë në Amerikë, kemi ca plane me bë ca evente, me vizitu me njoft aq ma shumë njerëz që t'i mundojnë t'i bijmë në Shqipëri. Kemi do shkojmë në Hong Kong, kemi ca meetings në Hong Kong edhe nëpër Kinë si Shanghai këto. Kjo fushi do t'jetë një gjë që i hap rrugë, jo vetëm Shqipërisë, dhe hap rrugë me bë partneritet me shtete anëman botës. Një shtet që janë shumë fokus i madh për gjithë industrinë e Kina. Kanë inovacionin teknologjisë dhe ato janë të ecë shumë më para se gjithë. Me makinat janë të prodhu shumë makina se kompanitë europiane që kanë nishi në këtë punë për teknologji. Kina. Kina shumë më para, 50 vjet më para se gjithë bota. Raporte kemi me gjithë tërë botën, jo vetëm Kina është vetëm një drejtare për ne. Me Kinën kemi shumë dyrë hapur si puna mining, ma shumë në blockchain technology. Çfarë raportesh keni ndërtuar me partnerë kinez? Tash kemi një Hexminer, është një kompani shumë e madhe, ajo që do ma pru në Shqipëri për me bën një inovacion me rujt prodhimin e energjisë excessive, që të vinë në Shqipëri që të përdorim atë energji për me na dhënë një shpërhapje shumë edhe me fitu i qik ekonomisht. Një gjë që është që njerëz nuk e kuptojnë rëndësinë e internetit, është që i jep shansin me gjithëve të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Edhe të bashkëpunojnë jo vetëm me Kinën, por çdo shtet pa pas nevojë të hecësh
të shkosh në qytet, mundesh me bë se thonë remotely. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur se nuk na nal gjë të bëjmë biznes me shtete të tjera. Çfarë na ndal ne mendja jonë. Çfarë keni konstatuar në Tiranë për sa i përket trive shqiptar për përqafimin e teknologjisë inovative? Tash ne i kemi dhënë shumë opsione, AI, blockchain e kështu, edhe do mundojmë me bani një hub edhe si punë universiteti këtu për këto teknologji, do mundohem me punu me shtetin se t'i bim edhe më afër, t'i japim shansë gjithëve. Mendoni ta futni në sistemin shkollor të edukimit? Po, ajo është ideja që dojmë më bë. Si jeni duke ndërtuar edhe një partneritet institucional? Si mas këtu kemi Universitet Olarasin që kemi flasë me ta, këto janë si punë partnerët tonë edhe diçka që do flasim me ta, do të punojmë me ta, kismet kështu është plani. Çfarë konstatoni? Cila është vëmendja, cila është formimi, cila është interesi i trive shqiptarësh? Interesi i shqiptarëve tash është AI dhe blockchain, edhe këto dyja janë fokusi më i madh që të rinj janë të shikuar. Cila është agenda një viti e kompanisë suaj, ose vetë Dajqit? Agenda, unë shikoj vetën si punë nomad, jam gjithmonë ka herë pa e shtëpi se të nejtë në avion. Këtë vit kemi bërë 64 fluturime vetëm këtë vit. Edhe në agendë tonë është Singapur edhe do shkojmë në Thailand si janë do blockchain conferences edhe në Kori. Ne të bëjmë partnerët veçantë si s'mundëm me përmendem se kemi NDA, po ato na kanë thirrur të shkojmë zakonisht në Hong Kong për të flasur për teknologjinë blockchain e si të bashkëpunojmë në rajonin tonë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Ju barësi dhe suksese. Faleminderit.